Ka disa ditë që dua të bëj video, por jam e bllokuar dhe nuk di se çfarë video të bëj. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Jeta dhe sot kemi një video të re. E po siç e kuptuat, nga fjalia e parë që hapa videon, unë këtë javë nuk kam filmuar asgjë. Sot jemi një ditë parë se të publikohet videoja. Do thoni ju pse unë këtë javë nuk filmova asgjë, sepse kjo javë për mua ka qenë një javë shumë ngarkuar, nuk kisha kohë të bëja asgjë, edhe nuk arrita dot në asnjë moment të ditës të hap kamerën edhe të filmoj. Kështu që tani thash është momenti për të marrë kamerën edhe për të nisur një video të re. Unë kam qenë gjithë javën me mendimin se si doja bëjmë publikimin e videos edhe çfarë do publikoj. Nuk më vinte asnjë ide në kokë. Sinqerisht kjo mund të më ndodhi shpesh, jo dhe aq shpesh sa mendoni, po këtë javë, siç u thash, më ndodhi sepse isha shumë e ngarkuar. Nuk e di nëse jam e vetmja që më ndodh ky bllokimi i trurit nganjëherë, por mendoj që ky bllokimi një herë në kaq mendoj që na vjen për disa arsye. Duam që çdo gjë të jetë perfekte, kemi frikë nga gjykimi i të tjerëve, edhe krahasojmë shumë veten me njerëzit e tjerë, mendoj. Ai person po e bën diçka më të bukur se unë, ose i bën videot më të bukura se unë, por secili në mënyrën e vet mundohet të bëjë gjërat sa më mirë. Mendimi im personal është që nuk duhet të ndalojmë edhe të krahasojmë veten me të tjerët, sepse gjithsecili bën më të mirën për veten e vet, më të mirën për jetën e vet, edhe e din se kush është më e mira për të. Prandaj është një gjë e rëndësishme që mos ta krahasojmë veten tonë me dikë tjetër. Pra edhe unë tani hapa kamerën edhe thash të bëj një video spontane se si më vjen mua tani momentalisht. Edhe arrita në një përfundim duke gjetur disa metoda sepse mund të na ndodh ky bllokimi shpesh herë. Jo vetëm neve që jemi në hapat e parë të rrugtimit tonë në YouTube, por edhe personave që kanë vite eksperiencë në këtë fushë, vite punë, dhe ato njerëz normal janë si puna jonë, dhe shpesh herë besoj që ju ndodh ky bllokimi që nuk kanë ide për video, sepse ti vazhdon, je produktive, ke shumë ide të bukura, por vjen një moment që të gjitha idetë të fshihen nga truri. Për shembull, metoda numër 1. Mos kërkoj idenë perfekte, sepse ideja perfekte nuk ekziston. Metoda numër 2. Ideja mund të vijë nga jeta e përditshme, pra siç po ndodh pikërisht në këtë situatë që jam unë tani. Pra edhe kjo video po vjen pikërisht nga kjo situatë, edhe një ditë më se normale mund bëhet video. Pse jo? Metoda numër 3, që zakonisht unë e bëj, jo gjithmonë, por mundohem ta bëj. Sapo më vjen një ide në kokë, ose një fjalë në kokë që më frymëzon, unë zakonisht kap telefonin edhe shkruaj fjalët që më frymëzojnë edhe mendimin që kam për videon e radhës. Edhe ju këshilloj që edhe juve ta bëni këtë gjë, ose të merrni një fletore, një blog, diçka që mbani shënime dhe të mbani shënime një frymëzim të momentit për videon e radhës. Unë shpesh herë gjej veten që në darkë kur bie të flej gjumë, më vjen në mendje disa ide shumë të bukura për video, edhe pastaj kur ngrem në mëngjes, nuk më kujtohet asgjë nga ato. E kupton, në mbrëmje jam e frymëzuar, ndërsa në mëngjes mundohem të kujtoj idetë që kisha për video edhe nuk arrit dot t'i rikujtoj. Dhe metoda numër 4 që mendoj që mund të funksionojë është të marrësh kamerën, telefonin ose me çfarëdo lloj gjëje që ju bëni video, ta ndizni edhe thjesht të vazhdoni dhe të flisni. Mendoj që videoja do krijohet në momentalisht edhe spontanisht. Pra shpesh videoja mund të krijohet në momentin që ne vendosim të themi diçka, të flasim, pra edhe nëse nuk është diçka perfekte, mjafton që ne po marrim mundimin edhe të flasim. Pra nëse sot je kështu, bëj këto 4 hapa. Merr telefonin, shkruaj 3 ide, zgjidh më të thjeshtën që mendon që kjo është më e thjeshta për ta bërë tani momentalisht, sidomos kur nuk ke shumë kohë, edhe regjistro pa u menduar shumë gjatë. Mendoj që nuk ka nevojë për perfekcion, por ka nevojë vetëm të fillosh edhe të bësh atë që do. Sepse edhe një video e thjeshtë, ku ti mund të shprehësh mendimin tënd për një temë, për diçka, mendoj që ndihmon një njerëz që në atë moment është në vështirësi. Nuk po flas që unë mund të ndihmoj ndonjë njerëz ose diçka të tillë, thjesht hapa kamerën sepse isha e bllokuar gjatë gjithë javës, nuk dija çfarë video të bëja dhe thash thjesht do flas spontanisht edhe do shpreh problemin tim të kësaj jave me ju. Nëse edhe juve ju ka ndodhur kjo gjë, të paktën një herë në jetën tuaj, më shkruani mendimet tuaja në komente, të bashkë bisedojmë. Mund të shprehni edhe idetë tuaja për videot e radhës, nëse ju pëlqen të shikoni vetëm video vlog në kanalin tim, pra për dishmërinë time çfarë bëj, apo ju pëlqen të shikoni edhe video të tjera, si për shembull challenge ose
të bëj 24 orë këtë gjë ose të haj 24 orë këtë gjë, edhe më duket se tani më kujtuar që në një nga komentet tuaja në një nga videot e mia kisha marrë një koment që të haj ushqim në ngjyrë të zezë për gjatë gjithë ditës. Mendoj që duhet ta bëj këtë. Sigurisht nëse ju intereson, ma shkruani në komente. Këto fjalë ishin inkurajim i vogël për ata të cilët janë në fillimet e para të rrugtimit të tyre, siç jam unë. Një inkurajim i vogël edhe për veten time, sepse siç u thash edhe unë isha e bllokuar. Shpresoj që saç kam ndihmuar veten me këtë inkurajim, të kem ndihmuar dhe ndonjërin prej jush. Tani unë do vazhdoj me programin tim normal. Do vizhem të bëhem gati pak sepse tani do dalim për një kafe. Edhe një gjë e fundit. Kjo video mund të dali 5 minuta i gjatë ose 10, maksimumi 10, nuk e din që ose do arrit ta bëj 10 minuta apo jo, por rëndësi ka që unë mora mundimin që të regjistroj edhe mos të lej këtë javë pa postuar video. Do vesh të pantallonat e bardha që i kam të reja në garderobë dhe si kam veshur kurrë. Ndryshim plani. Nuk janë shumë tipim ato pantallonat, pastaj për një kafe të thjeshtë mendoj që janë shumë elegante, kështu që kalojmë tek outfitet e mia normale që janë më shumë tek sportivja dhe casual. Vesha këto parashut pants nga Bershka që janë ai modeli parashut nëse keni parasysh, edhe një bluzë të thjeshtë nga Sipër. Fit check para pasqyrës. Nuk e di çfarë më ka ndodhur këtë ditë, por kam vazhduar të vishem shumë me këto outfitet kështu sportive. E kuptoni ju, nuk e di pse. Më ka humbur llogaria se sa kafe kam pirë sot, gjithsesi janë bërë shumë, më shumë se ç'duhet, edhe mendoj që nuk duhet të pi kaq shumë kafe, sepse kam shtuar shumë. Okej, shumë bukur më ra dhe bateria e kamerës, do më fiket kamera, që videot nga tani në vazhdim do vazhdoj të bëj me telefon, edhe kaq. Do t'ju thojë që u ktheva në shtëpi, edhe këtu mbrapa kam një rosak edhe një pul që i theri vjera në drek, edhe më duhet t'i fus, janë të larë të pastruar, më duhet t'i fus në përqese, t'i ndaj dhe t'i fus tek ngrirja në frigorifer, që t'i kem gati kur t'i dua. Arti jap edhe pak buk melodis tani, më kërkoj buk me kos, nga njëherë them shoqyr që han buk me kos, kur nuk ke diçka gati ose kur nuk din çfarë t'i japësh, ajo han shumë mirë buk me kos, kështu që do haj buk me kos melodia dhe do e vendos gjumë. Mirë mëngjes nga dita tjetër. Thash që do filmoja vetëm dje, por e nisa ditën me një video tjetër prapë sot. Është mëngjes dhe tani këto dhe haj gjitha vetëm. Sot plani është të mbaroj kafen, të marrim energji, edhe të shkojmë të bëjmë pak pazare sepse nuk kam asgjë në shtëpi, as fruta, as perime, as qumësht. Sot nuk kisha planifikuar të bëja video, por me që thash videot që kam bërë dje të dalë shumë shkurtër, thash do e bëj pak më të gjatë, kështu që do filmoj edhe sot. Por vetëm pak pjesë tani paradite, sepse gjithë drekën dhe gjithë pas ditën më duhet të editoj, që në darkë të publikohet videoja, si gjithmonë. Sa po u ktheva në shtëpi, mora dhe melodi nga kopshti sepse më kaloi ora shumë shpejt, edhe ndjem shumë e lodhur, po ka bërë një vap sot, një super vap. Për hecje të binte dielli në kurriz, po të diqte aq dielli nxehtë sa është sot. Dhe heq pak këto vafët sepse më duket sikur më bezdisën pak, jam pak të rënë, nuk janë komod. Do ndrohem pak edhe rroba, do vesh rroba mode, do shkoj të haj drek. Unë që thash do kap vetëm një 2 pjesë në mëngjes, kështu ashtu,
sepse më duhet të editoj. Më duket se nuk do arri fare ta editoj këtë video. Ju tregoj pak të që bleva, isha tek OVS sepse doja të merra një nga kjo për vetullat. Dhe sa herë shikoja nga këto që janë për të varë tek çelësat ose tek çantat, shumë e bukur dhe gjithmonë më ishin fiksuar. Edhe thash, sot do e marr, nuk do rrit më mendjen për herë aty sa herë shkoj sa e bukur, ta blej mos ta blej. Do e marr thash një edhe të flej mendjen, ta kem mendjen e qetë që unë kam në shtëpi dhe nuk ka çfarë më duhet tjetër. Mund të varësh çelësat e makinës, çelësat e shtëpisë, çfarë të duash, shumë e bukur dhe shumë pranverore. Okej, ti piace? Sì. Ndërkohë, Melodia sot në mëngjes pati një breakdown që nuk e kuptova se çfarë ndodhi. Në mëngjes ishte shumë mirë, ishte lumtur që do të shkonte në kopër, sa shkuam tek dera e kopshtit, ja plasi një të qarë që nuk e kuptoja, domethënë thjesht u lëriste dhe thonte që mami nuk dua të shkoj, nuk e di pse, ndoshta e kuptoi që unë do dilja, nuk do rrija në shtëpi. Nuk e kuptova, por ishte një qarë e tmerrshme. Unë nuk desha ta marr prapë me vete, sepse thash pas asaj të qarë që po bënte, edhe unë do e ktheja në shtëpi, pastaj ajo do mësonte që unë po të qaj do marr atë që dua, kështu që nuk e mora. Sa hyri brenda te kopshi, pastaj më çoi foto mësuesja e Melodisë dhe më tha që është qetësuar dhe nuk pëlqen më fare. Edhe kaq, domethënë ishte ajo çrregullimi i mëngjesit, si një trofe të vogël që shkoj në kopësht, i mora këtë tek Action, këtë si quhet kjo tricikël, nuk e di si e ka emrin eksaktësisht. Bicikleta, thot Melodia, edhe është në një material shumë të mirë, edhe goma domethënë shumë e bukur. Thjesht ta kisha unë kur kam qenë fëmijë dhe isha shumë e lumtur. Unë mendoj që ne prindërit e sotëm ju blejmë fëmijëve gjërat që ne nuk kishim mundësi t'i blenim dikur edhe nuk i kishim vetë, kështu që sot fëmijëve tanë ja u plotësojmë çdo dëshirë dhe çdo gjë që ata duan. Për të vetmen arsye që ne nuk i kishim. Morën sot këtë kështu, më duket shumë interesante buka me fara, nga aromë shumë të mirë, bukë të sapo dalë nga furra, edhe do më shijove shumë drejka sot mendoj. Mora pastilje për lavastoviljen, se kishte 2-3 ditë që më kishin mbaruar dhe i hidhja feri. Në fund fare mora një vazë të madhe, sepse tek dhoma e pritjes ka një lule, që tani e ka vazën shumë të vogël dhe lulja është rritur shumë, kështu që kishte nevojë për një vazë të madhe dhe mora këtë që më pëlqeu shumë, edhe është goxha e madhe, kështu që do e ketë për disa kohë. Pastaj kalova edhe tek markata e fruta perimeve, mora karrota, domate, avokado edhe limona, mora dhe speca, nga ato specat e verdhë në bufa për t'i bërë të mbushur, ato i futa në frigorifer. Harrova kisha marrë dhe kastraveca. Unë vetëm tani e pash që lavastoviljen nuk e kam ndezur fare, edhe mbaj mend shumë mirë që mbrëm e kam ndezur, por nuk e di fare se çfarë kishte ndodhur, kështu që e ndeza tani. Ni do hajm drekë dhe mendoj që me kaq do mbyll të video, sepse pasi të haj drekë do ulem direkt në divan dhe do merrem me editimin. Kështu që si gjithmonë, nëse ju ka pëlqyer kjo video, bëni like, koment dhe subscribe, që bashkë të shihemi tek video radhës, edhe mos harroni të lini sugjerime se çfarë videosh doni të shikoni në kanalin tim. Bye!